Tani është momenti që të lidhemi drejt për drejt me kolegën ton atje nga studioja e Big Brother VIP Kosova. Gresa sigurisht që nuk mund zbuloj shumë, por se çfarë mund të na thotë për prajmin e sontëm, do të ndjekim me sy e vesh hapur. Përshëndetje Gres, nëse do të ketë ndonjë largim sonte, sepse për debatet forta sigurisht që jemi në pritje, apo jo? Përshëndetje kushtrim për ju në studio dhe për të gjithë shikuesit e Ekran Kosovës. Fatkeqësisht, po, sonte do të ketë një largim nga shtëpia, pra më mirë të themi një eliminim si pasojë e nominimit i cili u zhvillua prajmi në së hënës dhe patjetër se një banor sonte duhet ta lëshoj shtëpinë përfundimisht. Por këto nuk janë zhvillimet e vetme dramatike të cilat pritet të ndodhin sonte në prajmin e jashtëzakonshëm, meqense vëllai i madh edhe sonte meqense është festë, nuk e ka kursyer edhe kësaj herë surprizat për një nga banorët e shtëpisë, pra e ka përgatitur një surprizë jashtëzakonisht të këndshme dhe patjetër se kjo do të pritet mjaft mirë nga ana e tij apo saj, meqense nuk kam të drejtë ta zbuloj. Ndërkaq sonte banorët do të kuptojnë edhe për largimin, le të themi, të përkohshëm të Dolçës nga shtëpia, e cila do të shkojë në një realitet i cili, le të themi, bën bujë të jashtëzakonshme sa i përket këtij formati, pra në Grande Fratello, dhe mbetet të shihet se si do ta presin banorët të largimin e përkohshëm të banorës shumë simpatike Dolçës, si dhe do të ketë edhe i përmendë debatet e forta dhe patjetër njëri për tyre do të jepet vëmendje shumë e veçantë debatit që u zhvilluan ndërmjet aktorës Sasa si dhe Labinotit, pra këngëtarit, të cilët e pam se shpërthyen ndaj njëri tjetrit edhe në akuza personale, kështu duke prekur edhe familjet e njëri tjetrit. Andaj qëndroni sy e vesh, meqense vëllai i madh ka përgatitur një prajm të jashtëzakonshëm, një prajm të zjarrt, ashtu si gjithmonë ditë të bëj. Faleminderit Gres për gjitha këto informacione që sot mund të themi që ishin me bollëk para se të nis prajmi në orën 21. Dhe me këtë lidhje të drejtë për drejtë e përmbyllim edhe këtë edicion informativ.